politik, qytetar, social, nuk shoh një temperaturë sociale të mjaftueshme që të çojë deri në pikën e ndryshimit të qeverisë. Në këtë kuptim edhe shohim tani, unë besoj që është pak e tepërt për ambientin shqiptar, sepse jemi besoj unë do të vetmet vende që e ndjekin kryetarin e opozitës nga banesat deri tek rruga e protestës për një protestë krejt normale ku nuk pritet ndonjë gjë e veçantë. Kryesisht e kemi ndjekur nga zyra, po sot ai na i bëri surprizën e daljes nga banesa, se kështu ka qenë itinerari nga selia e Partisë Demokratike në bulevardin Dëshmorë të Kombit. Gjithsesi, është kjo nisja e... Po mua do të jetë me shumë interes të shikojmë jo protestën, por më tepër taktikën që do të jetë opozita për ditët e ardhshme. Pra në rast se do të jetë vërtet një protestë e përjavshme siç është paralajmëruar, do të ketë të shoqërohet me një qëndrim fiks caktuar për ditë apo për orë të caktuara, apo siç kam shqetësimin kryesor timin nëse do të shoqërohet edhe me një largim nga parlamenti, duke gjetur pastaj në ditët e ardhshme një mekanizëm dalje për të përgatitur parlamentin që do ishte vërtet shqetësuese. Ka diçka që duhet përmendur që opozita e ka interpretuar ditët e fundit qëndrimin e saj përpara Bashkisë Tiranës në protestë të vazhdueshme, mos gaboj 44 javore. Pra është një protestë e përjashme, po tentohet në një mënyrë të kopiohet dhe në këtë rast. Protestat që opozita bëri përpara Bashkisë Tiranës nuk kanë qenë të shumta në numër, vërtet ka patur një numër të kufizuar pjesëmarrëssh dhe atje, por janë mbajtur për një kohë shumë gjallë, ka shi angazhimit politik të disa eksponentë të Partisë Demokratike. Në këtë rast duhet parë nëse njëjti eksperiment mund të zhvillohet edhe para kryeministrisë. Ndonse unë besoj që protesta përpara Bashkisë nuk gjykoj se ishte mendimtare për arrestimin e Erion Veliajt. Për arrestuar kryetarin e Bashkisë Tiranës, por sidoqoftë ishte një protestë politike shpeshherë tepruar ndoshta edhe me një akt dhunet pa nevojshëm dhe me përplasje me policinë, por që e mbajti deri diku gjallë atë frymën opozitare në kushte të caktuara. Në këtë rast jemi në një situatë tjetër dhe mbetet shikohet. Duhet kujtojmë që ka patur propozime edhe brenda opozitës për ta radikalizuar qëndrimet dhe aksionet. Ka patur qëndrime më të forta politike që kanë shkuar deri tek greva e urisë dhe deri tek ngujimi i deputetëve dhe familjarëve të tyre. Kështu që thash, unë e lidh shumë atë çfarë do të ndodhë me zhvillime që do të ndodhin në një godinë tjetër në rrugën Jordan Misja dhe nuk e shoh shumë lidhje me zhvillime politike. Janë zhvillime që do të jenë paralele dhe përsa i takon asaj godinës tjetër, niveli më i lartë ka qenë deri tani Lulzim Basha, ish ministri i brendshëm i qeverisë Partisë Demokratike kur ka ndodhur ngjarja e 21 janarit. Zoti Berisha me gjas ka ngelur, është i vetmi nga krau qeveritarja asaj kohë që nuk është thirrur ish kreu i Gardës Drea Prendi, i cili ka edhe një dënim për 21 janarin. Janë thirrur edhe deputetët e Partisë Socialiste Xhemal Çifalia, i mos gaboj, që sot është zënës ministër i brendshëm i qeverisë Rama 4, kështu që do të shikojmë se si do të zhvillohet edhe historia e hetimit për 21 janarin e 14 viteve më parë. Duhet të marrim parasysh se për te thirrjes së eksponentëve që kanë qenë drejtues të qeverisë dhe shtetit në atë kohë, ka patur edhe paraqitje provash të reja, që janë marrë në ekzaminimin e prokurorëve dhe ekspertëve, ndoshta mund të jetë, siç tham në fillim, ndoshta mund të afrohemi fundit të një vendimarrje që ne nuk e dimë. Ndoshta mund shkojë drejt një avancimi me një akuzë apo një mbyllje përfundimtare, po të kemi parasysh që spaku ka patur një çështje dhe e ka mbyllur një çështje përsa i përket urdhërimit.